i cili duhet ta them, e kam thënë dhe duhet ta them, një nga ata që më ka pritur me dashamirësi që në fillim ka qenë Agron Çobani. I tha Agronit, Agroni pastaj bisedoi ndoshta me ata, sepse Agroni kishte një pozicion, ishte shef redaksie i lajmeve, edhe kishte edhe një emër, një lloj influence Agroni aty. Dhe që nga ajo kohë filluan që të më afroheshin pastaj edhe të tjerët që të më ofronin punë për ashtu, sepse ishte ai hezitimi i fillimit. Aty pastaj kur u emërova dhe fillova si regjizori radiodramatizimeve për redaksinë e fëmijëve dhe të rinisë, i emëruar, ka qenë një Gjirokastrit Konstantin Leli nga Bubqi i Gjirokastrës. Njeri jashtëzakonisht i mirë, shumë dashamirës. Dhe ai kishte këto radiodramatizimet, jo teatri i fëmijëve në mikrofon, kishte një emision i edukimit patriotik, i thoshte po ishte i dramatizuar, e kishte dhe ai më jepte këto për t'i realizuar. Dhe më kam mbajtur afër, si thua. Po edhe të tjerët, domethënë, kanë qenë njerëz dashamirës atje, sepse e pan që unë, domethënë, e justifikoja në një farë mënyre atë besimin e tyre. Ishte Gaspar Gjençaj, ishte Sali Hamzaj, ishte Stavri Sharxhiu, ishte, domethënë, Liliana Shanto, ishin disa njerëz që punonin aty brenda asaj redaksie, dhe që, domethënë, u lidha me ta, u miksuam shumë, sepse atëherë në fakt shiko, ajo miksia mes punonjësve ishte jashtëzakonisht e rëndësishme. Kolektivi i Radio Tiranës nuk ishte thjesht një kolektiv pune, ishte si një familje. Dhe në çdo sebep, në çdo ngjarje, në çdo ashtu, kolektivi i radios ishin bashkë. Bënin vizitat e njëri tjetrit. Shkoni me vinim për sebepe apo e qofte edhe kështu vizita shoqërore thashë. Ishte një gjë mrekullueshme. Ajo u përcoll edhe në televizion, po jo me atë frymë të radios. Radio Tirana ka patur një kolektiv të jashtëzakonshëm. Dhe unë përshtypjet e atij kolektivi, domethënë, i ruaj dhe do t'i ruaj sa të jem gjallë. Ata njerëz nuk më dukeshin si koleg pune, si punonjës, më dukeshin si pjesëtar të familjes. Dhe ishte shumë e rëndësishme kjo klim, si thua. Po përgjithsisht pastaj edhe ata specifikisht ata punonjës që lidheshin edhe me profesionin tim si regjizor, ishte Niko Kanxheri, kolegu im Niko Kanxheri, që kishte vajtur më përpara, një 2-3 vjet më përpara atje, ishte Veronika Çoku, pastaj erdhi Alfred Bualoti, po pak punoi Fredi aty dhe ashtu. Kështu që ne me atë frymën e kolektivitetit, domethënë e kemi mbajtur njëri tjetrin edhe, si thua, e kemi ndjerë ndihmën edhe për krajën. Zoti Aliu, folës lind apo bëhet gjatë rrugëtimit? Folës bëhesh. Nuk mund të lindësh në qoftë se nuk mëson disa gjëra të domosdoshme që duhen. Unë thash që unë se kisha menduar që mund të angazhohesha kaq shumë me të folurën, por me sa duket atje në radio dhe në televizion troqa vëmendjen e kolegëve dhe punonjësve dhe ashtu. Dhe që pastaj kjo u bë edhe më e dukshme më mbrapa, kur filluan këto mediat private, sidomos kur filloi të hapet televizioni Top Channel, ku mua më angazhuan shumë bile, shumë
në atë, sidomos në këto kanalet e Digitalbit, Explorer 1, 2, 3, do më thënë që ashtu, dhe atje isha një ndër ata folësit më shumë të angazhuar. Një ndër folësit kryesor, ta themi në këtë pjesë. Një ndër folësit kryesor, ta themi në këtë pjesë. Po, tani, edhe në base si kryesore, ashtu, po ishin, jo Virgil Kule, jo ishte indjeri Roland Roshi, që ishin, do më dhe folës jashtë zakonisht mirë, por edhe unë edhe pa e menduar që do të angazhohesh aq shumë, do më angazhonin aq shumë, atje tani në arkivin e Digitalbit, numëri i dokumentarëve pa llogaritur filmat, po i dokumentarëve vetëm them që duhet të ketë kaluar, duhet të ketë arritur nga 15.000 dokumentar në përgjithësi kështu. Tani ata e kanë paksuar atë, po ishte një periudhë ku ne kishim angazhim të përditshëm dhe angazhim të përditshëm duke lexuar jo 1-2 dokumentar, po kishte raste 3-4, ashtu lexonim, domethënë. Ishte një punë e cila me sa duket u pëlqye dhe edhe ka mbetur. Ajo ka mbetur edhe do mbetet atje se ruhet në arkive ashtu. Tani ata bëjnë më pak ata të Digitalbit, nuk bëjnë pak. Edhe mua pak më kërkojnë. Më kërkojnë pak se ka pak punë. Po edhe për një arsye tjetër, që është si puna e atyre që ecin për para, e se vinë të tjerë të mbrapa, etc. Është brezi jot, brezi i të rinjve, i të rejave, të cilët thonë, më kujtohet një herë ndjera Behje Qela, aktoria. I bëja një intervist atje te rruga Kavajës ku kishte shtëpinë, edhe i thash të erdhi keq, i thash, për çfarë tha? Që të nxorën pension, se atëherë dilin pension 55 vjeç, gratë. Tha, qyqa, pse më çun tha, me marrë keq tha? Punova, busha moshën, dola në pension. Që do bëj unë tha? Do vinë ato gocat e reja tha? Ku do punojnë ato? Që s'kapse të më vi keq mu. Edhe unë E kuptova përgjigjen. Kalimi juaj nga radioa në televizion. Si keni përjetuar këtë pjesë? Ka ndonjë ndallim ndërmjet radios dhe televizionit? Po, natyrisht që ka. Unë kalimin nga radio në televizion e kam bërë si thuash pa e menduar, sepse ishte një periudhë ku mua më vunë duart në shpatulla kolegët e punës, edhe më nxorën në krye të sindikatës. Kërkonte sindikata, punojësit kërkonin disa gjëra të cilat nuk i dëgjonte kush, edhe këtë do zgjedhim Xhelilin se këtë e kemi nga Kalivaç. Me që unë i thosha gjërat në qikë më ashtu. Por nuk na eci ashtu si që dëshironim, sepse ata drejtuesit për t'i rënë më shkurt, hoqën kryetarin e sindikatës nga puna fare. Edhe më larguan nga radio televizioni, që unë kam mbetur 2 vjet e pak kam mbetur pa punë, më desh që të merresha me gjyqjet e ashtu, derisa fitova gjyqin për të rikthyer prapë në punë. Për të rikthyer, por atëherë ata që ishin aty kërkuan ata të televizionit. Hajde këtej, tha, je më mirë këtej, se boll ke dhe në radio, hajde këtej, ashtu. Edhe kalova në televizion. Aty u mora, kryesisht u mora me dokumentar, me realizim dokumentarësh. Realizova disa dokumentar kryesisht për aktorët dhe regjisorët, me të cilët kisha punuar, edhe ata ruhen atje, edhe me ca temat të tjera që ashtu, punova që nga 2007 deri në 2011. 2011 më thanë që
boll këtu se e lodhur shumë, dhe dola pesë. Zot Elio, ka qenë periudha më e vështirë në jetën tuaj kur ju keni qenë student dhe kishit probleme me pedagogun për çështjen e diplomimit, kur do mbaroni diplomën, apo periudha kur ju jeni pushuar nga puna kur keni qenë në Radio Tirana, që jeni marrë mbi 2 vite pak muaj me çështjen e gjyqit dhe padrejtësinë që ju është bërë. Cila nga këto dyja, nëse janë këto dyja momente më të vështira të jetës suaja? Shiko, pezullimi i diplomës ishte një goditje e rëndë për mua, për faktin se edhe 2 javë do dilja në punë. Do dilja në punë jo thjesht vetëm për vete, po edhe për familjen.